Një mik mekanik me më shumë se 30 vjet përvojë më tha diçka që më la të ftohtë. Motori juaj po vdes dhe ju keni ignoruar sinjalet. Motorët që duhet të arrijnë 300.000 milje po dështojnë në 100.000, sepse askush nuk po kryen hapat e restaurimit për të cilët prodhuesit nuk duan të dini. Kjo është arsyeja pse sot po parashtroj 20 procedura që heqin karbonin e akumuluar dhe kthejnë dëmet e viteve. Rregullime të thjeshta që do të shkatronin plotësisht shitjet e makinave tuaja të reja. Hapi i fundit kushtoi vetëm disa dollar dhe shpëtoi kamionin tim kur arriti 387.000 milje. Motorët nuk vdesin nga pleqëria. Ata vdesin për shkak të neglizhencës sistematike të maskuar, si mirëmbajtje normale. Dhe sot do të zbuloni saktësisht se si të riktheni në jetë një motor që mendonit se kishte humbur. Le të fillojmë. Rishikimi dhe rregullimi i hapësirave të valvullave që askush nuk e mban mend. Kjo është ndoshta procedura më e anashkaluar e mirëmbajtjes në të gjithë industrinë moderne të automobilave. Hapësirat e valvullave janë ato hapësira të vogla të matura në fraksione milimetri midis boshtit me gunga dhe valvullave të marrjes dhe shkarkimit. Me kalimin e kohës dhe kilometrazhit, ato hapësira natyrshëm bëhen jashtë rreshtimit për shkak të konsumimit termik dhe mekanik. Kur hapësirat bëhen shumë të ngushta, valvullat nuk mbilen plotësisht, duke shkaktuar humbje të kompresimit dhe mbinshjejes së sediljeve të valvullave. Kur bëhen shumë të lirshme, motori fillon të bëjë atë zhurmë karakteristike metalike, veçanërisht të dukshme në fillimet e ftohta. Kam parë motor me mezin 150.000 kilometra që tingëllojnë si makina qepse industriale, thjesht sepse askush nuk i kontrolloi hapësirat gjatë gjithë jetës së tyre. Procedura profesionale kërkon çmontimin e kapakut të valvullës, matjen e çdo hapësire me matës dhe rregullimin e vidhave ose shims sipas specifikimeve të prodhuesit. Është një punë që mund të zgjasë disa orë në një dyqan, por kontrolli bazë është diçka që çdo shofer mund të bëjë. Nëse motori juaj tingëllon tepër i lartë në të ftohtë dhe kjo zhurmë zvoglohet kur nxehet, hapësirat tuaja ndoshta kanë nevojë për vëmendje. Pastrimi i thelli sistemit të ventilimit të karterit që të gjithë e injorojnë. Shumica e shoferëve janë të vetëdijshëm për valvulën PCV, atë copë të vogël plastike që kushton disa dollar, por pothuajse askush nuk e kupton se është pjesë e një sistemi të plot ventilimi që shtrihet në të gjithë motorin. Ky sistem ka një detyrë kritike, të evakuojë gazrat e djegjes që rrjedhin përmes unazave të pistonit në karter, pjesa e poshtme e motorit ku banon vaji. Kur sistemi funksionon siç duhet, ato gazra thithen përsëri në marrje për t'u djegur përsëri. Por kur zorët, valvulat dhe ndarësitë e vajit bllokohen me avujë të kondensuar dhe mbetje vajore, fillon një proces shkatërues. Presioni rritet brenda bllokut të motorit pa ku të shkojë. Ky presion kërkon rrugdaljen më të lehtë, e cila zakonisht janë vullat e boshtit të boshtit, guarnicionet e mbulesës së valvulave apo edhe shkopi i naftës. Papritmas, filloni të vini re njolla vaj në dyshemen e garazhit. Niveli i vajit bie në mënyrë misterioze dhe motori zhviljon konsum të tepërt. Edhe më keq, lagështia nga ato gazra të bllokuar përzihet me vajin duke formuar një lumë të trashë të verdh ose kafe që ngjitet në të gjitha sipërfaqet e brendshme. Hapa motorët ku ai lumë kishte bllokuar plotësisht linjat e vajit në kokën e motorit. Dalimi midis thjesht zvendësimit të valvulës PCV dhe bërjes së një pastrimi të thellë të gjithë sistemit është humner. Ju duhet të shkëputni të gjitha zorët e ventilimit, t'i thithni në tretës ose t'i zvendësoni nëse janë të ngurcuara, të pastroni ndarësinë e vajit nëse motori juaj ka një të tillë dhe të kontrolloni që të gjitha kalimet të jenë pa bllokime. Disa motor modern kanë stand-offs të integruar në kapakun e valvulave që ndoten aq shumë sa kanë nevojë për zvendësim të plotë. Përdorimi i saktë i aditive të pastrimit të injektorit që funksionojnë në të vërtetë. Ju ecni në korridorin e aditivëve në çdo dyqan pjesësh automjetesh dhe shihni dhjetëra shishe shumë ngjyrshe që premtojnë mrekulli. Pastrimi total i sistemit, më shumë fuqi, kilometrazh më i mirë, sikur të ishin ilaçe magjike. E vërteta është se 90% e këtyre produkteve janë ujë sheqer i shtrenjtë me kimikate me përqendrim të ulët që mezi bëjnë asgjë më shumë se sa djegin parat tuaja. Por ka një përqindje të vogël të aditive që funksionojnë në të vërtetë. Dhe ndryshimi është në një përbërës specifik të quajtur PEA, shkurt për polieteramin.
Ky përbërës kimik është mjaft i fortë për të tretur llakun e fortë dhe të kristalizuar, që formohet në majat e injektorëve të karburantit, por mjaft i butë për të mos dëmtuar vullat e gomës dhe pjesët delikate të sistemit të karburantit. Injektorët modern kanë vrima më të vogla se një flok njeriu. Kur fikni një motor të nxehtë, pika e fundit e benzinës e mbetur në atë maj të djegur gatuhet fjalë për fjalë. Pjesët e paqëndrueshme të karburantit avullojnë duke lënë pas një mbetje dyli të quajtur llak. Ky llak grumbullohet rreth atyre vrimave mikroskopike që shtrembrojnë modelin e atomizimit. Në vend të një mjegule të përsosur shpërtyese që ndizet me njëherë, ju merrni një avion që thjesht pikon dhe spërkat. Rezultati është djegje jo e plot, karburanti i humbur, boshe e ashpër dhe humbje e energjisë. Frekuenca e saktë e përdorimit është thelbësore. Nëse përdorni një aditiv cilësor me PEA, çdo 3 deri në 4 ndryshime vaji në mënyrë parandaluese, do t'i mbani injektorët të pastër përpara se të fillojë problemi. Nëse tashmë keni simptoma të tilla si boshe e parregullt ose humbje e përshpejtimit, duhet të përdorni një dozë të përqendruar dhe më pas të vozitni në autostradë për të paktën 30 minuta që aditivi të funksionojë në temperaturë të plot funksionimi. Zëvendësimi parandalues i zorëve me vakum para se të dështojnë. Zorët e vakumit janë ato linja të holla gome të zezë që gjarprojnë rreth dhomës së motorit që lidhin dhjetra komponentë. Ata transportojnë vakum nga motori te aktuatorët, sensorët dhe valvulat e kontrolit. Kur janë të reja, ato zorë janë fleksibel dhe të mbullura në mënyrë të përsosur. Por pas vitesh, ekspozimi ndaj nxehtësisë ekstreme të motorit, kimikateve të naftës dhe ndryshimeve të temperaturës, goma fillon të ngurtësohet. Fillimisht bëhet i ngurtë, pastaj zhvillon çarje mikroskopike dhe në fund ndahet ose shkputet nga lidhjet e tij. Çdo rrjedhje vakumi, sado e vogël, lejon që ajri i pamatur të hyjë në motor. Kompjuteri i motorit po llogarit përzierjen e karburantit bazuar në lehtësimet e sensorit, por ai, ajër shtesë që po futet fshehurazi i pazbulluar, shkatron të gjithë ekuacionin. Rezultati është një gjendje e dobët ku ka shumë ajër dhe shumë pak karburant. Simptomat janë të pagabueshme nëse dini se çfarë të kërkoni. Motori ka vështirësi të mbajë një boshe të qëndrueshme, duke kërkuar vazhdimisht midis 800 dhe 1200 rrotullime, sikur të ishte i pavendosur. Konsumi i karburantit rritet, sepse kompjuteri po përpiqet të kompensojë. Dhe nëse lidhni një skaner, ndoshta do të shihni kode të dobta ose përshtatje të karburantit jashtë diapazonit. Pjesa zhgënjyese është se këto rrjedhje janë jashtëzakonisht të vështira për t'u gjetur. Ju mund të keni një qarje me madhësinë e një kungji që po shkakton probleme serioze, por nuk mund të shihni ose dëgjoni. Zgjidhja parandaluese është e thjeshtë dhe e lirë. Çdo 5 vjet ose 150.000 kilometra, ai zvendëson të gjitha zorët e vakumit në motor. Përmirësoni filtrin e ajrit nga ekonomia në dhoj me rrjedhje të lartë. Ky truk tingëllon shumë i thjeshtë për të qenë efektiv, por fizika nuk gënjen. Motori juaj funksionon si një pompë gjigante ajri. Për çdo litër benzinë që digjet, duhet të thith afërsisht 10.000 litra ajër. Kjo është një sasi masive ajri që rrjedh vazhdimisht përmes filtrit. Tani imagjinoni të përpiqeni të vraponi një maraton duke marrë frymë përmes një kashte kundrejt frymëmarrjes së lirë. Ky është pikërisht ndryshimi midis një filtri ajri me zbritje të lirë dhe një filtri OEM ose me cilësi me performancë të lartë. Filtrat e lirë që gjeni në kutitë e kartonit për 5 ose 10 dollar përdorin letër me cilësi të ulët me fibra të trasha. Po, ata bllokojnë papastërtitë, por e bëjnë këtë duke krijuar rezistencë masive të rrjedhës së ajrit. Është si të vendosësh një dorë në grykën e motorit. Filtrat cilësor, qofshin OEM nga marka e prodhuesit, ose filtra me rrjedhje të lartë nga marka me reputacion si K&N, Wix ose MAN, përdorin fibra sintetike të projektuara posaçërisht ose shtresa të shumta letre me cilësi të lartë. Këto fibra janë të vendosura në një mënyrë që bllokon grincat mikroskopike të papastërtisë, por lejon ajrin të rrjedh me rezistencë minimale. Sipas studimeve nga Departamenti i Energjisë, një filter i bllokuar ose kufizues mund të zvogëlojë performancën e përshpejtimit deri në 1/1000%. Kjo është një humbje masive e energjisë vetëm për të kursyer disa dollar në një pjesë. Por nuk ka të bëjë vetëm me pushtetin. Kur motori duhet të tendoset për të thithur ajrin përmes një filtri kufizues, përzierja e karburantit bëhet më e pasur se sa është e nevojshme. Kompjuteri zbulon më pak rrjedh ajri dhe zvogëlon injeksionin e karburantit, por jo në mënyrë të përsosur.
Rezultati është djegie më pak efikase, më shumë emetime dhe kilometrazhi reduktuar. Ndryshimi në përgjigjen e mbytjes është i menjëhershëm dhe i dukshëm. Ju shtypni pedalin dhe motori përgjigjet menjëherë pa atë pjesë të sekondës vonesë. Përshpejtimet ndihen më lineare dhe më të fuqishme. Pastrimi i terminaleve të baterisë që të gjithë shohin, por askush nuk pastron siç duhet. Hapni kapuçin e çdo makina që është më shumë se 5 vjeç dhe ka shumë mundësi që të shihni atë pluhur të bardhë ose blu jeshil rreth terminaleve të baterisë. Shumica e njerëzve e injorojnë atë, duke menduar se është thjesht papastërti kozmetike. Por ai pluhur nuk është i padëmshëm. Është acid sulfurik i kristalizuar, i kombinuar me korozionin e plumbit në terminale. Dhe po vepron si një rezistencë elektrike midis baterisë tuaj dhe të gjithë sistemit elektrik të makinës. Makinat moderne nuk janë makina mekanike, ato janë kompjuter rrotullues. Ata kanë dhjetra module elektronike, sensor të sakt dhe sisteme që mbështeten në tension të pastër dhe të qëndrueshëm. Kur ky korozion krijon rezistencë në terminale, ndodhin dy gjëra të këqija. Së pari, alternatori nuk mund ta karikojë plotësisht baterinë, sepse tensioni po bie përmes atij rezistence. Së dyti, bateria nuk mund të japë energji të pastër në injektorët, mbështjeljet e ndezjes dhe kompjuterin e motorit. Mekanika e quajnë këtë rënje të tensionit. Zgjidhja zgjat fjalë për fjalë 5 minuta dhe kushton më pak se $1. Përzieni sodën e bukës me ujë derisa të formojë një pastë të trash. Shkëputi terminalet, gjithmonë negative së pari, për të shmangur shkëndijat. Hidhni ose lyeni atë përzierje mbi korozionin dhe shikoni atë të shkumzojë dhe fluska. Ky reakcion kimik po neutralizon acidin. Pasi të ndalojë së shkumzuari, merrni një furçë teli, lloj i shitur posaçërisht për pastrimin e terminaleve të baterisë dhe fërkoni terminalet e baterisë dhe kapset e kablove derisa të shkëlqejnë si krom. Inspektimi dhe zvendësimi i montimeve të motorit që askush nuk ban mend t'i kontrollojë. Montimet e motorit janë ato copa gome dhe metali që mbajnë motorin dhe transmisionin brenda ndarjes. Puna e tij është e dëfisht. Së pari, mbajeni motorin në pozicionin e duhur. Së dyti, thithni dhe izoloni drivjet e motorit në mënyrë që ato të mos transmetohen në shasi dhe kabinë. Shumica janë montime hidraulike, që do të thotë se ato kanë dhoma të mbushura me lëng special për të zbutur goditjet. Me kalimin e viteve dhe kilometrazhit, veçanërisht në mod ekstrem, goma në këto montime plasaritet dhe përkeqësohet. Lëngu hidraulik rrjedh ngadalë dhe përfundimisht mbështetja shembet ose prishet plotësisht. Kur kjo ndodh, motori fillon të lëvizë tepër brenda ndarjes. Në fillim, vëreni një dridhje të çuditshme në timon ose pult kur motori është në pull. Dridhja rritet kur e ndizni makinën në marsh ose mbrapsht. Disa shofer përshkruajnë një tingull trokitje ose klonimi kur përshpejtojnë nga një ndalesë. Kam parë klient që mendonin se transmetimi i tyre po dështonte, gati për të paguar $3.000 në rindërtim, kur problemi i vërtet ishte një montim motori $50. Diagnoza është e thjeshtë. Me makinën e ndezur, frenat e dorës dhe dikush që shikon nga jashtë, vendos makinën në lëvizje dhe përshpejton butësisht. Motori do të lëviz pak, kjo është normale. Por nëse motori anon në mënyrë dramatike ose duket sikur dëshiron të kërcej nga ndarja, montimet tuaja janë të vdekura. Përsëriteni në të kundërt, sepse disa mbështetëse dështojnë më shumë në një drejtim se sa në një tjetër. Dalimi midis vozitjes me montime të shembur kundrejt montimeve të reja është si ndryshimi midis një traktori dhe një makine luksoze. Papritmas, motori është krejtësisht i papunë. Drivjet e ashpra zhduken. Ndryshimi i tensionuesit të ripi gjarpror, së bashku me ripin. Të gjithë e dinë se ripat konsumohen dhe kanë nevojë për zvendësim. Por pothuajse askush nuk mendon për tensionuesin, atë rrotull të ngarkuar me susta që mban ripin të ngushtë. Tensionuesi është kritik, sepse detyra e tij është të mbajë tension konstant në rip, ndërsa rrotullohet me mijëra rrotullime në minutë, duke drejtuar alternatorin, pompën e ujit, pompën e drejtimit dhe kompresorin e ajrit të kondicionuar. Me kalimin e kohës, susta e brendshme e tensionuesit dobësohet. Kur kjo ndodh, ripi fillon të rrëshqas. Kjo rrëshqitje krijon dy probleme serioze.
Së pari, ai gjeneron nxehtësi masive që lustron ripin, duke ngurtësuar atë dhe duke e bërë atë të kërcitshëm. Por së dyti, dhe shumë më keq, një tensionues i dobët lejon ripin të kërcej dhe të dridhet. Këto dridhje transmetohen drejt për drejt në kushinetat e të gjithë aksesorëve që drejton në ripi. Kushinetat e alternatorit fillojnë të dështojnë para kohe. Pompa e ujit zhvillon lojë në boshtin e saj. Rrotulla e boshtit të boshtit, madje, mund të dëmtohet. Sipas Daiko, një nga prodhuesit më të mëdhenj të rripave, një tensionues që është vetëm 5 gradë jashtë rreshtimit ose pak i dobët, mund të zvogëlojë jetën e ripit të gjarprinjve me 50% dhe të shkaktojë dështim të kushinetave të alternatorit në më pak se 50.000 kilometra. Simptomat e hershme janë kërcitja ose ulitja në fillimet e të ftohtit, veçanërisht në mëngjes. Disa makina e bëjnë atë zhurmë vetëm për sekondat e para pas fillimit, pastaj ndalet kur gjithçka nxehet. Njerëzit e injorojnë atë duke menduar se është normale në makinat e vjetra. Nuk është. Është një paralajmërim se tensori është i dobët. Gabimi më i zakonshëm është të ndryshoni rripin vetëm kur fillon të bëjë zhurmë. Gjakderdhja e plot e lëngut të timonit elektrik që nuk përmendet kurrë. Nëse makina juaj ka timon, që është shumica e automjeteve që nuk janë plotësisht të reja, ka lëng që qarkullon në përzor, pomp dhe raft të drejtimit në presione që te i kalojnë 1000 pound për inç katror. Ky është presion ekstrem, dhe me atë presion vjen nxehtësia ekstrem. Lëngu i drejtimit nxehet, oksidohet dhe me kalimin e kohës degradohet nga e kuqja e ndezur dhe transparente në kafe të errët apo edhe të zezë me një pamje metalike. Kjo pamje metalike vjen nga grincat mikroskopike nga vullat e gomës dhe pjesët metalike të sistemit që konsumohen. Përfundimisht, lëngu bëhet një lum i trash metalik që nuk lubrifikon ose mbron më. Simptomat janë të pagabueshme, pasi të dini se çfarë të dëgjoni. Ju e ktheni timonin majtas ose djathtas deri në maj dhe dëgjoni një rënkim. Drejtimi ndihet i rënd kur parkoni. Në raste të rënda, pompa lëshon një tingull të vazhdueshëm kumzhitje edhe kur vozitni drejt. Shkaku është se lëngu i vjetër dhe i trash nuk mund të rjerë lirshëm në përjetat dhe ekranet brenda pompës. Pompa po vdes fjalë për fjalë nga etja, duke u përpjekur të thith lëng që është shumë i trash. Furnizuesit e pjesëve të automjeteve raportojnë se shitjet e pompave të drejtimit janë dyfishuar në dekadën e fundit në automjetet e vjetra, kryesisht për t'i atribuar pronarve që nuk ndryshojnë kurrë lëngun. Pompat zëvendësohen kur ato mund të ishin kursyer me një ndryshim të thjeshtë të lëngjeve $50. Metoda profesionale është të lidhni një makinë që bën një shpëllarje të plotë, por ekziston një mënyrë shtëpiake që funksionon çuditërisht mirë. Blini një shiring të madhe kuzhine, një prej atyre për gjeldeti, për $2 ose $3. Blini lëngun e duhur për makinën tuaj, zakonisht rreth $10 për litër. Shpëlargje e plot e lëngut të frenave që askush nuk e bën në kohë. Ne do të flasim për diçka që fjalë për fjalë mund t'ju shpëtojë jetën, por që shumica e njerëzve e injorojnë plotësisht derisa të jetë tepër vonë. Lëngu i frenave. Ndryshe nga lëngjet e tjera të makinave, lëngu i frenave ka një veti kimike unike të quajtur higroskopike, që do të thotë se thith lagështin nga ajri si një sfungjer. Kjo ndodh gradualisht përmes zorrëve të gomës të sistemit të frenimit që janë pak poroze. Me kalimin e kohës, ai lëng që duhet të jetë plotësisht i thatë, fillon të grumbullojë ujë. Problemi është fizika bazë. Uji i pastër vlon në 100 gradë Celsius. Lëngu cilësor i frenave vlon në mbi 200 gradë. Kur frenoni fort, veçanërisht në zbritje të gjata ose në situata emergjente, frenat gjenerojnë nxehtësi masive. Nëse lëngu juaj ka ujë në të, ai ujë mund të vlojë dhe të kthehet në avull. Dhe këtu është rreziku vdekjeprurës. Avull është i kompresueshëm. Lëngu nuk është. Kur shtupni pedalin e frenave, nëse ka avull në linja, pedali zhytet në dysheme dhe frenat tuaja bëhen sfungjerore ose dështojnë fare. Këshilli i kujdesit të automobilave zbuloi se më shumë se 50% e automjeteve në rrugë kanë lëng frenash me nivele të rrezikshme lagështie, më shumë se 3% për mbajtje uji. Kjo është mjaftueshme për të shkaktuar dështim të frenave në përdorim të rëndë. Por edhe para se të arrinin atë pikë kritike, uji në lëng shkakton një problem tjetër. Uji i kombinuar me lëngun e frenave bëhet gërrës.
fillon të ndryshkët pjesët e brendshme të cilindrave të frenave nga brenda. Pistolët ngecin. Fokat përkeqësohen. Dhe përfundimisht, ju duhet të rindërtoni të gjithë sistemin e frenimit me një kosto prej qindra ose mijëra. Procedura e dur është të bëni një shpëllarje të plot të sistemit të frenimit çdo 2 vjet, pavarësisht nga kilometrazi. Jo një gjakderdhje thjesht ku thjesht nxirrni fluskat e ajrit. Një shpëllarje e plot ku ju shtyni të gjithë lëngun e vjetër ve të lagësht dhe e zëvendësoni atë me lëng të ri dhe të thatë nga një shishe e mbyllur. Ndryshimi aktual i lëngut të transmetimit që supozohet se zgjat një jetë. Ne do të ekspozojmë gënjeshtrën më të madhe dhe më fitimprurëse në të gjithë industrinë moderne të automjeteve. Nëse hapni manualin e makinës suaj dhe thotë se lëngu i transmisionit është i mbyllur për gjithë jetën ose nuk ka nevojë të ndryshohet kurrë, ata po gënjejnë haptazi për t'ju shitur një transmetim të ri 120.000 milje larg. Një baba soli Toyota Camryn e tij të vitit 2017, sepse transmetimi po lëkundej në mënyrë të rrezikshme kur përpiqej të parakallonte në autostradë. Tregtari i citoi $5.500 për një transmetim të ri. Ne e kullojmë atë lëng të supozuar të përjetshëm. Ajo që doli dukej si katran i zi dhe mbante erë buke të djegur. Ne mbushim me lëng të ri sipas specifikimeve të sakta të prodhuesit. Dhe kam parë transmetime të vdekura me 90.000, sepse pronari i besoi asaj etikete për gjithë jetën. Procedura e duhur nuk është e komplikuar ose kërkon pajisje speciale. Gjeni prizën e kullimit të transmisionit në makinë. Keni një end gati për të mbledhur nga 4 deri në 6 litra lëng. Lironi spinën dhe lëreni të kullojë plotësisht. Riinstaloni spinën me një unas të re nëse është e nevojshme. Mbushni tubin matës ose kapakun e mbushjes sipas modelit tuaj me lëngun e saktë të specifikuar nga prodhuesi. Mos improvizoni me lëngje universale. Çdo transmetim ka kërkesa specifike kimike. Drejtoni makinën për një javë duke kontrolluar nivelin e nxehtë me motorin në punë. Shërbimi i diferencialit dhe kutja e transferimit që askush nuk e mban mend. Nëse drejtoni një kamion, automjet me rrota të pasme ose sistem me 4 rrota, keni të paktën një diferencial dhe ndoshta një kuti transferimi. Këto janë kutit e rënda dhe të forta që shpëndajnë fuqinë nga motori në rrota. Ato janë të mbushura me vaj të trashë të veçantë dhe nuk kanë fare filtr. Kjo do të thotë se çdo mbushje metalike mikroskopike që shkëputet nga konsumimi normal i ngranazeve mbetet i pezutuar në vaj përgjithmonë. Ekonomia e karburantit zvoglohet pa asnjë arsye të dukshme. Gumzhitja ose rënkimi në autostradë është gjurma e kushinetave të dhëmzave që fillojnë të dështojnë në natë ndotje të vazhdueshme. Procedura është e drejtë për drejtë. Gjeni prizën e mbushjes dhe prizën e shkarkimit diferencial. Ato janë në kutinë e pasme, zakonisht një sipër dhe një poshtë. Lironi prizën e kulimit me kujdes, sepse ai vaj i vjetër do të jetë tepër i trashë dhe do të ketë erë të tmerrshme. Lëreni të kullojë plotësisht, gjë që mund të zgjas disa minuta, sepse është si mjalti. Riinstaloni prizën e kulimit me një rondele të re. Mbushni prizën e sipërme me vaj ngranazesh sintetike të viskozitetit të dur, zakonisht 75 V90, derisa të fillojë të pikojë përmes vrimës së mbushjes. Kjo do të thotë se është plot. Bëjeni këtë çdo 40.000 milje. Nëse keni makinë me 4 rrota, mos harroni kutinë e transferimit, e cila është një tjetër kuti ngranazi midis transmetimit dhe diferencialeve. Ndryshimi në sjelljen e automjetit është i jashtëzakonshëm. Shpëlarja e sistemit të ftojës me testin e elektrolizës që askush nuk e bën. Shumica e njerëzve mendojnë për ftosin vetëm kur shohin dritën e temperaturës në rritje ose avujt që del nga kapuci. Por ftosi jo vetëm që ftohet, por gjithashtu mbron motorin nga korozioni nga brenda. Dhe kur dështon në atë funksion të dytë, dëmtimi është i heshtur dhe i paktjeshëm derisa të jetë tepër vonë. Një Chevrolet Cruze mbriti në punëtori me rrjedhjen e bërthamës së ngrosit. Vendosëm të bëjmë një test që pothuajse asnjë punëtori nuk e bën. Ne lidhim një multimetër digital me ftosin me motorin në punë. Leqimi ishte 0.06 volt. Ftosi ishte shndërruar në një bateri të lëngshme. Kur frenuesit e korozionit në ftos varfrohen, lëngu bëhet acid. Motori juaj është i ndërtuar me metale të shumta, alumin në blok dhe kokën e cilindrit, hekur në disa komponent, bakër në radiator. Kur një lëng përcues skalon mbi metale të ndryshme,
Ai krijon një fenomen të quajtur elektroliz ose korozion galvanik. Në thelb, elektronet rrjedhin nga një metall në tjetrin përmes lëngut, dhe kjo rrjedh, fjalë për fjalë, ha metalin më të dobët nga niveli molekular. Sipas shoqatës kombëtare të shërbimit të radiatorëve të automobillave, elektroliza është shkaku kryesor i dështimit të bërthamave dhe radiatorëve të ngrohjes. Gjë e frikshme është se kjo ndodh krejtësisht e padukshme nga jashtë. Ftosi mund të duket i pastër dhe i gjelbër, por brenda ai po ha livjet e aluminit në kokën e cilindrit ose po hap vrima mikroskopike në radiator. Gjë ditë thjesht filloni të humbni ftosin pa arsye të dukshme, ose më keq, motori mbi shehet në autostradë sepse radiatori është aq i gërrier nga brenda sa nuk mund të transferojë më nxehtësinë. Testi është qesharak i thjeshtë dhe duhet të jetë pjesë e çdo inspektimi serioz. Kur motori është i ftohtë, hiqni radiatorin ose kapakun e rezervuarit. Ndizni motorin. Merrni një multimeter digital. Vendoseni në tensionin DC. Zvendësimi i valvulës PCV që kushton më pak se 1 drek. Kjo është ndoshta pjesa më e harruar në të gjithë makinën, dhe megjithatë, dështimi i saj është përgjegjës për rrjedhjet katastrofike të vajit dhe formimin e lumit të brendshëm që shkatërron kushinetat. Valvula PCV, e cila qëndron për ventilimin pozitiv të karterit, është një valvul plastike e vogël, një kashe, që zakonisht kushton midis $15 dhe $30. Puna e tyre është kritike për shëndetin e motorit. Kur pistonët ngrihen dhe bien brenda cilindrave, një sasi e vogël e gazrave të djegjes ikën gjithmonë përmes unazave në karter, pjesa e poshtme e motorit ku është vaj. Kjo quhet blowby dhe është krejtësisht normale. Këto gazra përmbajnë lagështi, karburant të padjegur dhe mbetje djegjie. Valvula PCV i thith ato gazra nga karteri dhe i dërgon përsëri drejt marrjes për t'u djegur përsëri. Nëse valvula bllokohet me lum, gjë që ndodh natyrshëm me kalimin e kohës, ato gazra nuk kanë ku të shkojnë. Presioni fillon të grumbullohet brenda bllokut të motorit. Karteri është në presion si një tenxhere me presion. Ky presion kërkon të shpëtojë përmes rrugës së rezistencës më të vogël. Ai e shtyn vajin jashtë përmes vullave të boshtit, përmes guarnicioneve të mbulesës së valvulës, madje mund të detyrojë vajin në tubin e shkallës, duke krijuar atë erën karakteristike të vajit të djegur. Edhe më keq, lagështja e bllokuar në ato gazra përzihet me vajin, duke formuar një emulsion të trash dhe të verdhë të zbehtë që duket si majonez. Nëse keni hequr ndonjëherë kapakun e vajit dhe keni parë atë substancë të verdhë ngjitse, ky është kondensimi përzier me vaj për shkak të ventilimit të dobët të karterit. Ky lum vendoset në të gjitha sipërfaqet e brendshme, duke bllokuar kalimet e vajit dhe duke shkatëruar kushinetat, duke i privuar ato nga lubrifikimi. Sipas prodhuesve të paketimit si Felpro, më shumë se 50% e problemeve të përsëritura të rrjedhjes së vajit, ku një klient rregullon një cop litari dhe rrjedh përsëri një muaj më vonë, shkaktohen nga presioni i tepërt i karterit nga një valvulë keqe PCV. Ndryshimi i filtrit të jashtëm të karburantit që fshehin makinat moderne. Në shumë automjete të vjetra, kamion dhe disa naftë moderne, filtri i karburantit është një bombol cilindrike montuar diku në shasi, zakonisht pranë rezervuarit ose nën makinë. Makinat më të reja e integrojnë atë me pompën brenda rezervuarit, duke bërë pothuajse të pamundur ndryshimin. Por nëse automjeti juaj ka një të jashtëm të aksesueshëm, injorimi i tij është një gabim i kushtueshëm. Detyra e filtrit është të bllokojë ndocit përpara se të arrijnë në injektorët, grincat e oksidit nga rezervuari, sedimenti, kondensimi i ujit në rezervuar. Me kalimin e viteve, ai filter mbushet. Kur filtri bllokohet, ai kufizon vëlimin e karburantit që mund të kalojë. Këtu është pjesa e ndërlikuar. Në vozitje bosheve të qetë, motori vështirë se ka nevojë për karburant, kështu që funksionon krejtësisht normalisht. Por kur vendosni pedalin në metal për të parakaluar në autostradë ose në një kodër, papritmas motori ka nevojë për të gjithë karburantin që mund të marrë. Motorët elektrik të pompave mbishehen dhe përfundimisht digjen. Një pompë e re karburanti kushton midis $500 dhe $800, plus punë që mund të dyfishojë atë çmim, sepse në shumë makina moderne duhet të uni rezervuarin e plot për të hyrë në të. Një filter i jashtëm kushton $15 ose $20 dhe ndërohet në 10 minuta me mjetet bazë. Kontrolloni manualin e automjetit tuaj. Nëse keni një filter të jashtëm të aksesueshëm, ndryshojeni atë çdo 30.000 km pa justifikime.
Disa prodhues fond çdo 6 ditë, por kjo supozon karburant krejtësisht të pastër, i cili është një fantazi. Benzina nga stacionet me rezervuar të vjetër mund të jetë plot me sedimente. Pastrimi i sensorit. MAF, që kthen energjinë e humbur. Sensori i ajrit masiv, i quajtur zakonisht. MAF është një nga sensorët më kritik në çdo motor modern të injektuar me karburant. Detyra e tyre është të matin me saktësi se sa ajër hyn në motor në çdo kohë. Përdorni një tel të nxehtë jashtëzakonisht të hollë. Ajri që kalon e ftohat të tel dhe sensori mat se sa rrymë elektrike nevojitet për ta mbajtur atë në një temperaturë konstante. Më shumë rrjedhje, ajri do të thotë më shumë ftoje, që përkthehet në më shumë rrymë të nevojshme. Kompjuteri i motorit e përdor atë informacion për të llogaritur saktësisht se sa karburant të injektohet. Është një ekuacion i përsosur kur sensori është i pastër, por ai teli nxehtë është ullur direkt në rrjedhën e ajrit që hyn në motor. Të gjithë pluhuri, poleni, grincat e vajit dhe ndocit që kalojnë nëpër filtrin e ajrit, përfundimisht lënë një film mikroskopik në atë tel. Kjo shtresë vepron si izolim termik. Teli nuk i përgjigjet më shpejt ndryshimeve në rrjedhën e ajrit. Bëhet i ngadalt ose dembel. Kompjuteri fillon të marrë të vena të pasakta. Ai mendon se po hyn më pak ajër se sa hyn në të vërtetë, kështu që injekton më pak karburant se sa është e nevojshme, ose bën rregullime të pasakta në kohën e ndezjes. Pastrimi kërkon një produkt specifik. Mos përdorni pastrues frenash ose pastrues gjenerik karburatori. Ato janë shumë agresive dhe mund të dëmtojnë telin delikat. Blimi një llak të etiketuar posaçërisht si pastrues me sensor MAF kushton rreth 9 ose $10. Me sensorin jashtë makinës, spërkatni bujarisht telin nga kënde të ndryshme. Mos e prekni telin me asgjë, madje edhe me leck ose shtup pambuku. Pastrimi i thelit trupit të pashpejtimit që transformon boshe. Një arkitekt soli Ford F-150 të tij nga viti 2006, duke u ankuar se kamioni ndonjëherë fikej kur ndalohej në kantiere ndërtimi, ose boshe binte aq poshtë sa dritat zbeheshin. Unë kisha zvendësuar tashmë baterinë dhe alternatorin, duke menduar se ishte një problem elektrik, duke shpenzuar $100 pas zgjidhur asgjë. Hoqa zorën e marrjes së ajrit, një punë 5 minutëshe me një kacavid. Ndeza një elektrik dore brenda trupit të pëshpejtimit. Valvula e fluturës, ajo porta metalike që kontrollon se sa ajër hyn brenda, ishte e rrethuar nga një unaze trash karboni zingjitës, dukej sikur dikush e kishte lyer me katran. Sipas buletineve të shërbimit teknik të Ford dhe GM, trupat e ndotur të mbutjes përbëjnë gati 25% të gjitha ankesave për punë të ashpër në automjete me më shumë se 121 milje. Është një problem masiv i shkaktuar nga kimia bazë. Sistemi PCV dërgon avujt e vajit përsëri përmes marrjes. Këto avuj kombinohen me pluhurin dhe karbonin nga djegja jo e plotë. Gjithçka gatuhet në sipërfaqet e brendshme të trupit të pëshpejtimit, duke formuar një korre të fortë. Kur valvula e mbutjes duhet të mbyllet plotësisht në boshe, duke lejuar vetëm një sasi të saktë ajri përmes një bypassi të kontrolluar elektronikisht, ajo unazë karboni e mban valvulën pak të hapur ose kufizon bypassin. Kompjuteri shkon keq duke u përpjekur të kompensojë lehtësimet e paqëndrueshme të ajrit. Boshe ngrihet dhe bie në mënyrë të çrregullt. Në raste të rënda, motori mbytet dhe fiket kur ndaloni, sepse thjesht nuk mund të mbaj ajrin e mjaftueshëm. Ju duhet një kanaçe pastrues specifik për trupin e pëshpejtimit. Kushton rreth $8 dhe një leck të vjetër. Asnjëherë mos e spërkatni direkt në motor me mbutjen e hapur nëse mund ta shmangni atë, megjithse disa procedura e kërkojnë atë. Zvendësimi i kandelave përpara se të dështojnë plotësisht dhe të shkatërrojnë mbështjelljet. Shumica e shoferëve operojnë në filozofinë se nëse nuk është prishur, mos e rregulloni. Dhe me kandelat moderne të iridiumit ose platinit që premtojnë të zgjasin 100.000 milje ose më shumë, njerëzit thjesht i harrojnë ato. Por këtu është realiteti që askush nuk ju thot. Vetëm sepse funksionon, nuk do të thot se funksionon mirë. Sa herë që ndizet një kandel, një hark elektrik kërcen midis elektrodës qendrore dhe elektrodës ansore. Ai hark është tepër i nxehtë, mirë agrat. Me çdo goditje, një sasi mikroskopike metali avudhon nga elektrodat. Pas miliona të shtënave, hapësira midis atyre elektrodave, e quajtur hendek,
zgjerohet ngadalë. Me kalimin e kohës, ajo shkon nga pika 8 mm në një pikë 2, një pikë 5. Duket e parëndësishme, por ka pasoja masive. Mbështjeljet e ndezjes janë krijuar për të gjeneruar tensionin e saktë të nevojshëm për të kapërcyer hendekun origjinal. Kur ky hendek zgjerohet, spiralja duhet të punojë gjithnjë më shumë, duke gjeneruar tensione më të larta për të fryrë shkëndijën në një distancë më të madhe. Përfundimisht, në ngarkesë të madhe kur cilindri është në presion maksimal, spiralja nuk mund të gjenerojë tension të mjaftueshëm. Shkëndija nuk kërcen ose është aq e dobët sa shuhet nga presioni i cilindrit. Kjo është një ndezje e gabuar. Shoferët e ndjejnë këtë si një hezitim momental ose humbje të fuqisë nën përshpejtim të fortë. Edhe më keq, mbështjeljet që mbingarkojnë vazhdimisht zhvillojnë pika të ngjehta të brendshme dhe përfundimisht dështojnë plotësisht. Një spirale e re kushton midis $50 dhe $150 në varësi të makinës. Një grup kandellash kushton midis 40 dhe 80. Merreni me mend se cilin dëshironi të zvendçoni. Testet e dinamometrit nga dyqanet e performancës tregojnë vazhdimisht se zvendësimi i kandellave të konsumuara me të freskëta mund të rikthejë midis 5 dhe 10 kuaj fuqi në një motor me 4 cilindra. Është fjalë për fjalë energjia më e lirë që mund të blini. Rregulli i duhur: zvendçoni kandelat tuaja çdo 60 deri në 90.000 kilometra, edhe nëse ato janë iridium. Po, prodhuesi thot 160.000. Por kjo është në kushte të përsosura laboratorike me karburante qëndrueshëm premium dhe pa fillime të ftohta. Zëvendësimi parandaluesi sensorëve të oksigjenit përpara se të shkatërrojnë financat tuaja. Makina juaj mund të funksionojë në mënyrë perfekte, të fillojë çdo herë pa asnjë problem, pa drita paralajmëruese në pult. Por ekonomia juaj e karburantit ka rënë në heshtje dhe në mënyrë të qëndrueshme gjatë viteve të fundit dhe nuk mund ta kuptoni pse. Ju keni ndëruar filtrin e ajrit, kandelat, bëni mirëmbajtje të rregullt. Fajtori i mundshëm janë sensorët dembel të oksigjenit, ose dy sensorë jetojnë në sistemin tuaj të shkarkimit, zakonisht ka të paktën 2, një para konvertuesit katalitik dhe një pas. Ata janë vazhdimisht të ekspozuar ndaj temperaturave që tej kalojnë 600 gradë Celsius. Detyra e tij është të nuhas tymrat e shkarkimit dhe t'i tregoj kompjuterit nëse përzierja ajër-karburant është e pasur, shumë benzin, ose e dobët, shumë ajër. Kompjuteri rregullon injektorët mijëra herë në minutë bazuar në ato leccime. Kur sensorët janë të rinj, ata reagojnë menjëherë ndaj ndryshimeve në përbërjen e shkarkimit. Por me vite, ekspozimin ndaj nxehtësisë ekstreme dhe ndotësve, elementi i brendshëm qeramik degradohet. Sensori bëhet i ngadalt ose dembel. Ende funksionon teknikisht, ende dërgon një sinjal, por nuk përgjigjet më shpejt. Kompjuteri po punon me informacione të vonuara, të tilla si përpjekja për të voxitur duke parë në pasqyrën e pasme. Ai bën rregullime bazuar në atë që ndodhi gjysmë sekonde më parë në vend të asaj që po ndodh tani. Rezultati është një përzierje karburanti që është vazhdimisht jashtë optimales. Ndonjëherë është pak e shijshme duke humbur gaz. Ndonjëherë është pak e dobët duke reduktuar energjinë. Zgjidhja parandaluese. Nëse makina juaj ka më shumë se 120.000 kilometra dhe vëreni se konsumi i karburantit është përkeqësuar gradualisht pa shpjegim, zëvendësoni sensorin e përparëm të oksigjenit, atë para konvertuesit katalitik. Ky është sensori kryesor që kompjuteri përdor për rregullimet e karburantit në kohë reale. Kushton rreth 100 deri në $120 për një sensor cilësie të markës si Denso ose NTK. Mos blini sensor gjenerik të lirë, ata rrallë funksionojnë siç duhet. Pastrimi profesional i valvulave me shpërtim are për motorët me injeksion të drejt për drejt. Kjo është epidemia e heshtur e epokës moderne të automobileve që prek miliona automjete dhe pothuajse askush nuk e di se çfarë po ndodh derisa makina e tyre të humbas aq shumë performancë sa duket gjysmë vdekur. Nëse drejtoni ndonjë makinë të prodhuar pas vitit 2010 me një motor me injekcion të drejt për drejt, marka si Audi, Volkswagen, BMW, Ford me EcoBoost, Mazda me Skyactiv, Hyundai, motori juaj po mbëtet ngadalë nga karboni, dhe ndoshta nuk e dini. Në motorët tradicional të injektuar në port, benzina spërkatet në portën e marrjes përpara se të hyjë në cilindër. Ajo benzin lan vazhdimisht valvulat e marrjes, duke i mbajtur ato të pastra. Por motorët me injekcion të drejt për drejt spërkasin karburantin direkt në cilindër,
duke anashkaluar plotësisht valvulat. Ato valvula nuk shohin kur gaz, ata shohin vetëm avujt e vajt dhe gazërat e ngjehtë të sistemit PCV. Me kalimin e kohës, ato avuj gatuhen në valvula duke formuar depozita të forta të karbonit të zi. Së pari është një film i holl, pastaj kthehet në një zgjebe. Përfundimisht, valvulat janë të mbulluara aq shumë sa rjeva e ajrit është e kufizuar deri në 20%. Testet e pavarura në motorët GTI tregojnë se në 100.000 kilometra, disa motor kanë kufizim të rjedhës së ajrit më të madh se 20%. Procedura kërkon çmontimin e kolektorit të marrjes për qasje të drejtë për drejtë në valvula. Tekniku mbyll cilindrat në mënyrë që asgjë të mos bjerë brenda. Më pas, përdor ajër në presion për të ndezur lëvozhgat kundër valvulave, ndërsa rrotullon manualisht motorin. Karboni ndahet në copa dhe futet me korrent. Valvulat janë po aq të mira sa metali i ri, argjendi me shkëlqim. Një pronar GTI me 110.000 kilometra pagoi $600 për një shpërthim profesional ara. Ai më shkroi të nesërmen duke thënë se ishte një makinë tjetër, se mund t'i digjte gomat përsëri në marshin e dytë. Ai kishte rikthyer 100% të rjedhës së ajrit të projektuar nga fabrika. Ju sapo keni zbuluar 20 procedura restaurimi që prodhuesit shpresojnë se nuk do t'i mësoni kurrë. Ato nuk janë truke magjike apo modifikime ekstreme. Këto janë mirëmbajtje logjike, të bazuara në fizikën dhe kiminë reale, që kthejnë konsumimin e akumuluar dhe e kthejnë motorin tuaj në gjendjen e tij të projektuar.